Loredana flet hapur për dashurinë e vërtet. E ka parë gjithë Shqipëria. Ish banorja e Big Brother VIP 4, Loredana Brati, ka folur hapur për marrëdhëniet e saj personale dhe profesionale, duke sqaruar raportet me këngëtarin Don Gjoni dhe ish partnerin e saj nga shtëpia e Big Brother VIP, Jozin. E ftuar në një emision televiziv, Loredana tregoi se miqësia me Don Gjoni nisi nga një bashkëpunim muzikor që, për arsye të saj personale, nuk u realizua dot. Ka lindur si një bashkëpunim, më ka kontaktuar vetë. Kemi ruajtur respekt për njëri tjetrin. Nuk kemi pasur lidhje, vetëm respekt të madh. Është shumë i edukuar dhe jam e lumtur që e kam njohur. Bashkëpunimi nuk u realizua për fajin tim, por ndoshta në të ardhmen po, u shpreh Loredana. Ndërsa për ish partnerin e saj në Big Brother VIP, Jozin, ajo foli me shumë sinqeritet, duke e quajtur atë të vetmin burr që ka pasur këtë vit. Ka disa marrëdhënie që nuk shuhen kollaj. Unë dhe Jozi, edhe pse jemi munduar të mërzisim njëri tjetrin, emrat tanë do të lidhen gjithmonë. Është burri i vetëm që kam pasur këtë vit, e ka parë gjithë Shqipëria. U gëzova shumë për koncertet e tij dhe i uroj suksese. Kemi pasur pak komunikim, tha ajo. Me këtë rrëfim, Loredana tregoi një anë më të ndjeshme dhe të sinqertë të vetes, duke pranuar se pavarësisht ndarjes, respekti dhe kujtimet e mira me Jozin mbeten të forta.